Faqja na ishte dikur, sjell amanetin e mitrush kutelit, lënë të shoqes dhe fëmijëve. Atë dheu është atë dhe, bile edhe atëherë kur të vret. Amaneti i kutelit për fëmijët, duajini Shqipërinë. Letra e fundit e mitrush kutelit, shkruar së shoqes Efterpis, përfundon me këtë fragment të dhimbshëm. Fëmijët i porosita duan vendin dhe gjuhën tonë gjerë në vuajtje. Të mos u shqas zemra kundër Shqipërisë, as kur do të vuajnë pa faj. Atë dheu është atë dhe, bile edhe atëherë kur të vret. Këtu kanë lindur, këtu të rojnë me mishe shpirt, qofte dhe me dhembje. Atalanta dhe Pandeli kanë prirje për letërsi. Le të mbarojnë studimet në ndonjë degë praktike, ajo fizik, ajo mjekësi, ose ndonjë fakultet tjetër, fjala vjen, për arsimtar, dhe le të merren edhe me letërsi, por jo si profesion kryesor. Profesionizmi në letërsi, në vendin ton, është hë për hë një rrugë vuajtjesh. Buka e tij është e hidhur. E hidhur them për atë që s'di marifete dhe hipokrizira. Tereni i letërsisë është një tokë tek gëlojnë gjerprind. Të vrasin shokët se ju bën hije, dhe kur nuk u bën hije, do të thotë se nuk je i zoti për letërsi. Dorëshkrimet ja u le atyre të dyve, sidomos Pandeliut, të mos i prek askush. Ai do të rritet, do të lexojë shënimet e parealizuara, do t'i përpunoj. Për këtë duhet të grumbulloj më parë shumë kulturë. Talenti, prirja nuk vlen asgjë pa punë, pa kulturë. Askush të mos më prek dorëshkrimet para se të më rritet djali. I vini në ark, i mbyllni. Polikseni dhe Atalant, Pandeli dhe Doruntin, të doni njëri tjetrin, të ndihmoni njëri tjetrin, të duroni njëri tjetrin. Mos vini re vogëlsirat, mos u grindni për vogëlsira, për asgjë. Hithni tutje inatin, se ai është burim i shumë të këqijave. Përpiquni të mos ju rritet mendja. Inati dhe mendje madhësia na kanë bërë dëme të mëdha, na prishën. Zemra juaj të mos njoh urrëtien, grindjen, mërin, urtësi, butësi, zemërgjerësi. Hapni syt për çdo hap që bëni në jetë. Jeta mund të prishet nga një hap i gabuar, vetëm nga një hap. Pastaj vin greminat. Kur t'ju vi koha, martohuni, të dëgjoni zërin e zemrës, po edhe të arsyes. Shpesh zemra të shpije në udhë të gabuar, në qoftë se nuk e drejton arsyeja. Mos i kërkoni shumë jetës, sepse jeta është koprace në mirësi. Mos ndërroni ato që nuk realizohen dot. Mos u matni me hijen e mëngjesit që sjell mendje madhësinë. Do t'i kërkoni jetës aq sa mund t'ju jap. Ta doni dhe nderoni maman, se ka qenë trime në jetë, ka vuajtur shumë. Të dy kemi vuajtur. E mbëlsojeni pak pleqërin pas kaq tufanesh. Ajo ka grumbulluar shumë përvoje nga jeta e hidhur, dhe kjo përvoje mund të jetë e dobishme për ju që të mos vuani. Doruntina është më e vogla. Ajo ka nevojë për mjaft vjet ndihme dhe drejtimi. Mos i kurseni ndihmën tuaj, që të mund të prehem i qetë në dhe. Mos më qani, mbahuni. Unë e rrojta jetën, mbarova qerthullin tim. Nuk dua t'ju shohin të tjerët kur qani. Më dëgjoni? Lotët janë të kotë. Kush vdes nuk ngjallet. Unë as që dua të ngjallem, as që dua ta filloj jetën përsëri. Mjaft. Këtë porosi mos e shkelni. Efterpi, më fal për këtë mërzitje të fundit. Mbahu dhe jepu zemër fëmijëve. Bëj siç të porosita. Mos ndrysho asgjë. Nuk dua njerëz në varrimin tim. Më të shumë t'i vinë për sejir, për formë. Unë i kam urryer nga hera varrimet e bujshme, me kallaballëk. Edhe disa fjalë kuptohet se nuk do të lajmërosh as njerëzit e tu këtu ose në Korçë me përjashtim të foqit dhe nestit. Të përqafoj, të lutem të më falësh dhe lam të mirë. Yti Dimitrak. Për më shumë video të tilla, abonohuni në kanalin ton. Na ishte dikur.